Gjykata e posaçme ka vendosur masa sigurie ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Mësohet se masa e marrë ndaj ministres së infrastrukturës dhe energjisë është pezullim nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Balluku është marrë rreth 3 javë më parë e pandehur nga prokuroria e posaçme në lidhje me aferën e tunelit të Llogaras. Zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku u mor zyrtarisht e pandehur për shkelje të barazisë në tendera publike në 31 tetor 2025. Hetimi lidhet me procedurën e tenderit për ndërtimin e tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum-Himar, pjesë e autostradës S8 Vlorë-Sarand. Tenderi fillimisht u hap më 11 dhjetor 2020, u anulua dhe u rihap më 22 qershor 2021. Hetimi ka nisur pas një kontrolli në banesën e ish drejtorit të ARSH, Erviz Berberi, nga oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit në shkurt 2024, ku u sekuestruan telefona, pajisje kompjuterike dhe dokumente. Ekspertimi këtyre pajisjeve ka mundësuar rikuperimin e komunikimeve të Berberit dhe bashkëshortes së tij, Adela Ruko, të cilat sollën më pas krijimin e një dosjeje që lidhet edhe me kryetarin e Bashkisë Shkodër, Benet Beci, dhe përfshirjen e Ballukut në hetime. Mësohet se Balluku ka rënë në rrjetën e komunikimeve me vartësin e saj, Erviz Berberi, gjatë kohës kur ai drejtonte ARSH, ndërsa roli i saj në paracaktimin e fituesve të tenderave publik mbetet objekt hetimi. Hetimet kanë përfshirë gjithashtu tërheqjen e dokumenteve nga ARSH për praktikën e prokurimit që lidhet me mbikëqyrjen e punimeve në tunelin e Llogaras, si dhe verifikimin e aksioneve të kompanisë Net Group, të cilat më 4 dhjetor 2024 i udhëruan bashkëshortes së Walter Begajt, Loreta Vallja. Njoftimi zyrtar i SPAK. 31 tetor 2025. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po heton në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, bashkuar me procedimet penale numër 167 dhe 181 të vitit 2024 për veprën penale, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal. Në kuadër të hetimit të këtij procedimi penal, sot, më 31/10/2025, i është njoftuar akuza të pandehurës Belinda Balluku, me funksionin e lartë shtetror, ministri i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, akuzuar për kryerjen e veprës penale, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 258 fraksion 2 dhe 25 i Kodit Penal. Deri në këtë fazë të hetimeve paraprake, faktet penale, objekt akuze në ngarkim të pandehurës Belinda Balluku, kanë të bëjnë me veprimet e saj, në cilësinë e ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për njërën nga procedurat e prokurimit, objekti këtij hetimi, ndërtimi i tunelit të Llogaras, në seksionin rrugor Orikum-Himar, pjesë e autostradës S8 Vlorë-Sarand, zhvilluar në datën 11/12/2020 dhe pas anulimit të saj, procedura është rihapur në datën 22/6/2021 me fond limit 18 miliard e 967 milion e 810.952.08 lek. Më 21/10/2025, Prokuroria e posaçme, si organ procedues, ka njoftuar të pandehurën përmes shkresës me numër protokolli 37398. E pandehura, pasi mori dijeni, ka njoftuar më 23/10/2025 organin procedues se nuk mund të paraqitej në datën dhe orën e caktuar. Me anë të një shkrese tjetër me numër protokolli 37881, datë 24/10/2025, Prokuroria e posaçme kërkoi paraqitjen e saj sot më 31 tetor në orën 15:00. Gjykata e posaçme ka vendosur masa sigurie ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku.